Policia rrugore e Tiranës ka intensifikuar kontrollet në mjeteve të tonazhit të rënd dhe atyre të transportit publik në kuadër të një plani të posaçëm masash për garantimin e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Gjatë 24 orëve të fundit janë verifikuar dokumentacionet e rreth 200 mjeteve të tonazhit të rënd, përfshirë betoniere, autobus dhe furgona. Si rezultati i kontrolleve, 93 drejtues janë dëshkuar me masa administrative për shkelje të ndryshme. Nga këto masa, 78 prej tyre janë vendosur për qarkullim jashtë orarit të përcaktuar, 5 masa për qarkullim pa certifikat transporti me vete, 5 masa për mungesë të certifikatës së kolaudimit, 4 masa për qarkullim më të meta teknike, 1 mas për qarkullim me targa të palezueshme. Policia rrugore bën thirrje që drejtuesit e automjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe u kërkon qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje duke garantuar reagim të menjëhershëm. Kontrollet intensive do të vijojnë edhe në ditët në vijim.